Minutat në vazhdim do të kem kënaqësinë të ndaj me analistin e njohur Artan Hoxha. Zoti Hoxha, përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi. Në këto rreth 20 ditë që nuk kemi folur së bashku, gjithçka grumbulluar do t'i ndaj me publikun. Fillimisht, si e ke parë të gjithë situatën e asaj që është duke ndodhur në Shqipëri në lidhje me protestat, reagimet, aktualiteti, një diagnozë, një analizë të parë të gjithë asaj që është duke ndodhur deri tani? Ajo që kam konstatuar më së pari me fillimin e këtyre protestave është që Shqipëria ka hyrë në një normalitet, pasi ishte anormale që protestat organizoheshin nga Partia Demokratike, pra nga një parti. Është shoqëria që proteston dhe partitë politike gjejnë zgjidhje duke dëgjuar me vëmendje protestat e shoqërisë. Tashmë kemi shoqërinë që proteston. Kjo është normalja. Anormalia është që partia proteston, normalia është shoqëria proteston dhe nga ky këndvështrim pra kemi një normalitet. E dyta është që vëret një fuqizim eksponencial i opozitarizmit shoqëror. Unë gjithmonë kam theksuar në bisedat së bashku që nëse opozitarizmi i shoqërisë është i dobët, opozita e organizuar politike është e dobët. Nëse opozitarizmi në shoqëri fuqizohet, shpaloset, shprehet qartë, atëherë dhe opozita politike organizuar fuqizohet. Po shikojmë një opozitarizëm kundër edhe opozitës politike të organizuar. Tani ky është një tjetër Nuk është ashtu si duket. Së pari ne kemi një masë të re shoqërore, e cila është ende e pa organizuar politikisht, është në hapa ndoshta të para të organizimit politik. Do të shohim se si do të shkojë rrjedha e ngjarjeve, por kemi një segment të ri shoqëror që i është shtuar opozitarizmit të pjesës tjetër të shoqërisë që është përfaqësuar nga Partia Demokratike apo nga partitë e tjera të opozitës reale të vendit. Pra kemi një rritje të masës së opozitarizmit në shoqëri. Rritja e masës së opozitarizmit në shoqëri pa diskutim që fuqizon dhe opozitarizmin e organizuar partijak. Por ky segment i ri ende nuk e ka organizimin e vet. Mund të konvergojë në një parti, mund të konvergojë në dy, ndoshta edhe nuk realizohet dot dhe pastaj ky fluks shoqëror e gjen vetveten në formacionet aktuale politike. Por do të shohim, por ajo që është fakt është qeveria është në minorancë shoqërore dhe opozitarizmi është në majorancë të dukshme shoqërore. E tregoi edhe një sondazh i Top Channel që u shfaq para një 2-3 netësh, ku mbështetja për këtë protest ishte afërsisht 60%. Dhe objektivi kryesor i kësaj proteste është presioni për ta detyruar Edi Ramën të dorëhiqet nga kryeministri. Dhe kur 58% e shqiptarëve mbështesin protestën, do të thotë që mbështesin dorëheqjen e Edi Ramës. Se ne do flasim sigurisht edhe për ndikimin që pritet të ketë në qeveri dhe çfarë do të ndodhë më tej, po pse nuk i mblodhi dot opozita ose pse nuk i frymëzoi opozita kaq shumë njerëz që të dalin në bulevard për të protestuar për kaq ditë? Zoti Hoxha, se ajo ka ofruar alternativat, ka organizuar protesta kombëtare, ka organizuar foltore dhe numri pjesëmarrësve pavarësisht se zoti Baçi tha ne kemi bërë më shumë, kemi mbledhur më shumë njerëz se ata, apo ky është një qendrim politik i një përfaqësuesit të Partisë Demokratike. Pse nuk erdhi natyrshëm si frymëzim nga opozita, por u krijua një segment tjetër opozitarizmi për të cilin ju shpresonin që do ta gjejnë mënyrën për të bashkuar me opozitën politike të drejtuar nga Partia Demokratike? Nuk shpresohet, kjo do ndodh, me patjetër. Po, diçka që nuk e kemi fakt, e kemi shpresë o parashikim. Do ndodh për logjik. Në qoftë se kjo masë që proteston, kjo pjesë e re e shoqërisë, që një pjesë e mirë e saj mund ta ketë votuar rilindjen dhe Edi Ramën para një viti, ka ndruar mendje. Pyetja e parë është pse ka ndruar mendje kjo pjesë e shoqërisë, përpara se të themi pse nuk i bashkohet opozitës së Partisë Demokratike. Pyetja e parë është çfarë ka ndodhur pse kjo masë e madhe shoqërore që një pjesë e mirë mund të ketë votuar Edi Rama dhe rilindjen para një viti, një pjesë tjetër e saj mund mos ke shkuar fare në votim, që do thotë ka abstenuar, ka qenë dakord me çfarëdo që do të ndodhte në zgjedhje. Çfarë ka ndodhur? Pse na u shfaq ky opozitarizëm? Si është akumuluar në ndërkohë, në këtë periudhë,
sa është akumuluar që dhe sa e dëndur pas ka qenë ky opozitarizëm i akumuluar në një harë kohor që po shpërtheu me një incident të ndodhur atje në Zgërdec. Në Zvërnec, falë. Po pra. Po, dakor, kishte një etimologji fjalës që... Po, mund të ketë ngjashmëri, po. Freudi. Po, jo ndodh diçka. Ndodh diçka. Po, kuptova. Ndodh diçka. Bukuri. Ndodhi pra diçka atje dhe shpërtheu. Këtë duhet kuptojmë më së pari. Pastaj, opozitarizmi për definicion është plural. Ne urojmë që dhe qeveria të jetë plurale, po opozitarizmi është për definicion plural. Sepse oponenca ndaj një qeverisje mund shihet nga këndvështrime të ndryshme, jo edhe opozita plurale ka mazhorancën e saj, pra dikush duhet të jetë mazhorancë, brenda këtij pluralizmi opozitar që ju thoni. Edhe një herë, opozitarizmi është për definicion plural. Qeverisja mund të jetë demokratike. Po dakord. Mund të jetë edhe por edhe pluralizmi i opozitës do një mazhorancë. Duhet të jetë dikush që është opozitë më e madhe se tjerat. Dhe do të Partia Demokratike opozitë më e madhe se këta qytetarë? Po sa janë ta? Mund më thoni ose janë ta? Nuk i kemi llogarisë numrat, po. Mund t'ju pyesun, a janë më shumë se protestuesit që kanë dalë për protestat e opozitës? Në këndvështrimin tuaj? Nuk mund ta krahasoj dot sepse në atë shesh marrin pjesë dhe shumë nga ata që marrin pjesë dhe në demonstrimet e Partisë Demokratike. Kështu që nuk di ta them. Di ta them këtë gjë që për masat e protestës, të këtyre protestave janë të krahasueshme me përmasat e protestës së Partisë Demokratike. Janë të krahasueshme. Por ka overlapping dhe nuk i dallojmë dot njerëzit emër për emër të dim, por jo, patjetër, sigurisht, ne flasim për një masë përgjithshme dhe çfarë na ofron. Një pjesë e demonstruesve të Partisë Demokratike, si qytetarë të lirë, jo të angazhuar nga partia e tyre, kanë marrë pjesë edhe në këto protesta. Ajo që është e rëndësishme është që qeverisë i është shkëputur një pjesë e madhe e mbështetjes që ka patur para një viti. Kjo është më fare e qartë. Dhe objektivi numër 1 i këtyre protestave është largimi i Edi Ramos si strumullari i një sistemi ndaj të cilit ata tash po protestojnë sepse është një sistem i padrejtë për ta, për shumë arsye, se cili aty ka hallet e veta, pa ata mund të përmlidhen, është një sistem në të cilin nuk ka asnjë garë të ndershme, nuk fiton më i miri me merit, por është një sistem i ngritur mbi bazën e interesit dhe patronazhimit politik dhe interesit dhe patronazhimit nepotik. Dhe këtë e gjen në karrierën e punës në shtet, në karrierën e punës në privat, në sipërmarrje, e gjen në sferën kulturore, e gjen në sferën arsimore, e gjen në sferën sportive, në të gjitha sferat e jetës, veçanërisht gjenerata rinore, që është si do 80% e masës së protestuesve, e ndjen veten të penalizuar në një mjedis, në një sistem i cili funksionon në formën e tarafit politik, klanor, familjar korruptiv dhe që përkeqësohet veçanërisht në kushtet kur penetrimi i krimit në institucion shtetërore është i lartë dhe penetrimi i paras kriminale në ekonomi është jashtëzakonisht i lartë. Si e keni parë thirrjet e kësaj mase që ju i quani 80% të protestës, që përgjegjës për këtë sistem që ju thoni me gjithë të elementë që i përshkruat, bëjnë edhe kryeministin e vendit Edi Rama, po njëkohësisht edhe kryetarin e opozitës Sali Berisha? Në radhë parë herë bëjnë sistemin qeverisës. Patjetër. Okay? Absolutisht. Dhe Edi Rama. Natyrisht që në këndvështrimin e tyre, për shumë arsye, përfshi edhe antipropagandën ndaj opozitës, përfshi edhe historinë 35 vjeçare, kjo është një segment i ri shoqëror i cili saqë është kundra kësaj qeverie dhe këtij modeli, nuk don që të përzihet edhe me anët negative të 35 viteve të tranzicionit. Do të krijojë diçka të re. Don të shpërfaqet si diçka krejtësisht e re dhe është një nevojë objektive e kësaj masës së re të opozitarizmit shoqëror,
për të qenë më i fortë, më i koncentruar, më i shëndetshëm, i duhet pra që jo vetëm të jetë kundra gjithë këtyre defekteve të rënda të modelit qeverisjes, por të jetë kundra edhe ceneve dhe defekteve që ka shfaqur opozita aktuale, veçanti Partia Demokratike. Kjo është më së objektive, por nëse ata janë shumicë shoqërore, pa pjesën shoqërore dhe politike që përfaqësohet nga Partia Demokratike dhe partitë të tjera ekzistuese, se përfaqësojnë 500.000 vota ato pak shumë, apo para një viti. Nëse kjo masë njerëzit përfaqësojnë diçka më të madhe që e kalojnë gjysmën e shoqërisë, nuk ka nevojë fare për koalicion për të rrëzuar regjimin e Edi Ramës. Dhe rrëzoj. Por me sa duket nuk e kalojnë dot gjysmën vetëm dhe në këtë mënyrë kur di momenti që do të ketë mundësi për të realizuar objektivin, detyrimisht që do të hyjë në aleanca me ato faktor politik që ata mendojnë që do të jenë më afër realizimit të objektivit të tyre. Kjo është për të parë. E rëndësishme është që të kuptojmë që ne kemi patur në underground, në një Shqipëri të arratisë rinore dhe të apatisë pleqërore, kemi patur një akumulim paknajësish që kanë të bëjmë pikërisht me atë që njerëzit, veçanërisht të rit, por jo vetëm, e kanë ndjerë veten të përjashtuar nga oportunitetet e zhvillimit, dhe këtë e dëgjon si refren edhe nga ata që jetojnë në Shqipëri dhe marrin fjalën në çdo ditë, çdo mbrëmje në atë protest, por edhe ata që vinë nga emigracioni, që kanë gjetur atje sukses, që kanë ecur dhe kanë përparuar atje dhe kanë kuptuar që janë të zotët për të arritur rezultate në një mjedis kompetitiv meritokrat dhe thonë, pse mos ta arrim këtë në Shqipërinë tonë? E qartë. Do të Hoxha, nuk duhet ta bëj pyetjen pse ka thënë kryeministri dhe pse është qendrimi i qeverisë, por a ka forca të huaja, ndoshta edhe antishqiptare, të cilat janë të interesuara për këtë situatë në vendin tonë? Duke shkputur, siç e thash, nga pjesa totalisht, nga pjesa e parë, çështje për turizmin, çështje për Iranin, çështje për duhet ta marr fare se ka thënë kryeministri. Thjesht ka forca të huaja që u interesojnë kjo situatë në Shqipëri. Ne skemi si ta shmangim që kjo është teza kryesore që nga dita e parë e kryeministrit. Dakor, atëherë mund thoni që edhe nëse e shmangim nuk ka asgjë vërtet. E gjitha kjo e ka bërë Greku, e ka bërë Turku, e ka bërë Irani, e ka bërë antisemitizmi, e ka bërë Sorosi, e ka bërë ky, e ka bërë ai. Të gjitha këto Antitrampizmi? Këto antitrumpizmi pa diskutim, pra Sorosi. Po. Të gjitha këto janë të fshihesh mbas gishtit. Gjitha i burr fshihet mbas gishtit. Edhe sot atje në Parlamentin Evropian ja thanë pezullot gjitha projektet, rishiko legjislacionin, kthejem Terezi sipas të drejtës europiane dhe ai thotë nuk e kanë me projektin. Nuk e kanë me projektin. Mshihet burri mbas gishtit, kaq për kryeministrin. Atje nuk ka konspiracione të këtij lloji. Veprimtari agjenturash gjithmonë ka. Atje është shoqëria që proteston dhe ka dhe disa individë, njerëz që merren me ato organizimin e përditshëm të proceseve atje, dhe kjo është e gjitha historia. Ta lexosh këtë protestë shoqërore që është më e madhja mbas protestave të studentëve të dhjetorit 90. Kjo është protesta e dytë ku shoqëria shpërthen vetiu, pa organizime partijake. Kështu ishte e dhjetorit 90, s'kishte parti në të shpërtheu, kështu shpërtheu dhe kjo. Ta banalizosh të gjë në puna agjenturash, ta nisësh me Grekun që u shqetësu nga turizmi në Shqipëri, e ta vazhdosh me Iranin e me Sorosin e me anti-Trumpin një tjetër, po, mediat ndërkombëtare e kanë parë nga këndvështrimi i një konflikti politik global sot në botën demokratike. Është e qartë, ne kemi folur dhe këtu që bota demokratike është e darë dhe e përçarë mes neoliberalëve dhe neokonservatorëve. Të dytë përfaqësohen nga Trump në Amerikë, të parët përfaqësohen nga dhe figurash liderash që janë dhe në pushtet në Europë.
dhe nga liderët e Partisë Demokratike në Amerikë. Ka përplasje të fortë, do shfrytëzojnë çdo ngjarje që ndodh që e lidh me Trump. Ajo që ne duhet themi është kjo gjë. Kryeministri ynë është kruajtur vetë, sepse kur duhet shkonte në Davos për të firmosur për bordin e paqes, u mburr në parlamentin shqiptar live, kur tha me porosinë e babait, prita vajzën, prita bie. Kujdesa për të bie. Pra implikoi presidentin e Amerikës, kryeministri i Shqipërisë, implikoi ai bën këto ndoshta edhe pa i menduar gjatë. Por një gjë që thua një ditë ta nxjerrin në një ditë tjetër. Pra është bashkëautor. Tani shqetësohet sepse bota u merka me këtë gjë, kur ai vetë ka nxitur këtë gjë. Ai e ka shpalosur kudo ku ka mundur. Që ky është një projekt që përfshin presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Duhet kishin reaguar ose kishin pritshmëri që ambasadat e huaja mendon mund të reagonin në lidhje me çfarë po ndodh gjatë këtyre ditëve të protestës, siç kanë bërë në rastet kur kishte protesta politike Partia Demokratike, për shembull, zoti Hoxha? Ata po e studiojnë, është një fenomen i ri. Nuk duan të flasin para kohë. Po 90 ditë para kohë quhet. Pra ideja është ti nuk flet dot ditën e parë, nuk flet as të tretën, as të nëntën, po pastaj kur kalon një kohë caktuar mundet ose presin qytetarët ose duhet ata që ta japin një mendim, gjithmonë siç e thash duke futur në kontekst reagimet që ata kanë patur në rastet kur kishte protesta relativisht të ngjashme nga opozita në bulevardin. Ke protesta e Partisë Demokratike ka thënë që s'duhet të jenë të dhunshme. Kjo protestë është reagim, çënsi ka, unë flas për reagimin, nuk flas për formën e reagimit. Kjo protestë nuk është faqe asnjë shenjë dhune. Është fakt. E dyta, ata po e studiojnë sepse është një fenomen i ri. Është një fenomen i cili e ka zënë, si thosh, papritur shumë aktor dhe faktor. Dhe kjo protestë po studiohet. E treta, nuk është se nuk kemi reagim. Sepse ka një reagim shumë fort në strukturët e Bashkimit Evropian. Në përgjigje të kësaj, jo më larg se dje, patë një amendim lidhur me investimet në zonat e mbrojtura në Shqipëri, që është një nga, si thua, shqetësimet e kësaj proteste, në fakt është në origjinë është shkaku më i parë që çojnë në këtë protestë. Pra ka reagime, nuk është se nuk ka reagime. Në qartë. Rasti Koçeku? Është një reflektim paradoksal është në fakt, sepse ndërsa priteshte një reflektim më i madh në elitën e asaj partie, këtë reflektim dinjitoze bëri një vajzë e re që nga e cila askush nuk prishte ndonjë gjë, gjithë e konsideronin si një shpike e Edi Ramës atje dhe ajo do rrinte urtë e butë. Ajo tregoi dinjitet që shpalosi qëndrimin e vet në favor të protestës dhe u largua nga grupi parlamentar. Tashmë, si një grup parlamentar i cili sheqë një pjesë e mirë e shoqërisë proteston dhe kërkon ndërheqjen e kryeministrit. Kur dihet që një pjesë tjetër e shoqërisë e ka kërkuar këtë përmes përfaqësisë së vet, që është Partia Demokratike dhe partitë tjera opozitare. Dhe rezulton edhe pas një sondazhi një televizioni shumë miqësor me qeverinë që mbi 60% mbështesin këtë protestë. Po të ishte një parti normale, një elit normale politike, do t'ja kishte futur kryeministrit dy këmbët në ikpocë. Edi Rama do ishte shkarkuar nëse nuk do jep të tërheqen nga elita e saj partie. Në atë grup parlamentar do kishin dalë një 30-40 deputet, do kishin thënë nëse ti nuk ikën, ne do bashkojmë votat për mocion mos besimin ndaj teje. Ja po që situata në Shqipëri, në Partinë Socialiste është mjerane. Ata kanë rënë në këtë batak ku nuk premtojnë se do të bëjnë ndonjë reflektim siç e kërkon koha. Për ta mbyllur, i parashikoni zgjedhjet e parakohshme si opsion dhe nëse po, ç'mund të fitojnë qytetarët me një kod të tillë elektoral nëse ai nuk ndryshohet? Nuk është problemi tek kodi, problemi është tek zhdukja, sfumimi i kufirit mes shtetit dhe partisë, siç e thot ose BE Odiri. Problemi është tek përfshirja e bandave
në zgjedhje. Problemi është tek përdorimi masiv i fuqisë së shtetit dhe i parasë së tij. Problemi është tek patronazhimi i dënuar tashmë edhe me amendimet që ju bën raportit të Ibarit për Shqipërinë. Pra këto janë problemet reale të zgjedhjeve në Shqipëri. Nuk është sistemi elektoral në kuptimin e mirëfillt të tij. Ai është një gjë që mund të shihet, meqense skena politike shqiptare po bëhet më plurale, nuk është më vetëm bipartiake, por është më plurale, është e arsyeshme të mendohet se një sistem më proporcional do të ishte më i përshtatshëm për të reflektuar flukset politike të shoqërisë. Por nuk është ky problem. Problemi janë gjitha të tjerat. Ndaj dhe me të drejtë, këta protestues po këmbgulin në metodën numër 1. Metoda numër 1 është kërkojmë me insistim dhe ushtrojmë presion për dorëheqjen e Edi Ramës, apo për shkaktimin e ndonjë çarje në maxhorancën e tij që merr përsipër pastaj ta kërcënojë me shkarkim, përmes metodës së presionit të përditshëm, protestat e përditshme dhe zgjerimin e pjesëmarrjes së tyre. Nëse teorikisht do të shohim që as në maxhorancë nuk do të ketë çarje, as Edi Rama nuk do të japi dorëheqjet, herët avon do kalohet në një plan B, që do të ishte një formë e organizimit politik që t'i përshtatet një procesi maraton dhe jo një procesi sprint, siç është ideuar deri tani nga organizatorët dhe drejtuesit e kësaj proteste. Shohim çdo ditë pritën në gjëra të reja. Shumë faleminderit, ne jemi këtu për të diskutuar edhe në vazhdim, për sonte falenderoj që ishe. Dajsi.